16 qershorit nisi kampi veror për fëmijët në qytetin e Borrelit, i organizuar si çdo vit nga Kisha Ungjëllore. Ky aktivitet tradicional mbledh fëmijët e moshës 7 deri në 14 vjeç dhe ofron një program të pasur e gjithëpërfshirës që kombinon argëtimin me mësim dhe kujdesin. Ai është aty çdo ditë se të majtën tonë, të djatën tonë është rreth teje. Por nëse ne nuk e zgjedhim në zemrën tonë, ai do rri aty, jashtë. Ai ta shpëtonte dhe Zoti e mbroi. Kështu që Zoti Danieli do rri fitimtar. Dhe në fund Danieli na mëson se po të besojmë tek Perëndia dhe të lutemi çdo ditë tek ai na shpëton nga situatat më të frikshme të jetës sonë. Amen. Në ditën e parë të kampit, 10 fëmijë u mirëpritën nga vullnetarët dhe organizatorët e Kishës Ungjëllore. Si gjithmonë, kampi organizon aktivitete të ndryshme, të menduara për të nxitur bashkëpunimin, kreativitetin dhe zhvillimin social, duke përfshirë lojra të ndryshme edukative dhe mësime në gjuhën angleze. Po kemi diçka të lehtë. Si do themi në anglisht? Piece of cake. Piece of cake. Është shumë e lehtë. Këto aktivitete jo vetëm që sjellin gëzim në jetën e fëmijëve gjatë verës, por gjithashtu forcojnë ndjenjën e komunitetit, solidaritetit dhe vlerave pozitive, që Kisha Ungjëllore përçmon në mënyrë të qëndrueshme prej vitesh. Çdo ditë, përveç aktiviteteve të larmishme, kampi veror i Kishës Ungjëllore Borrel ofron një vakt ngrënie për gjithë pjesëmarrësit. Ky kamp veror do të vazhdojë deri më datën 19 qershor.